Fenomeni Shkodran Luiz Eili dhe partnerja e tij Chiara Tito kanë mahnitur rrjetin me një paraqitje krejtësisht të veçantë. Çifti i dashur për publikun është shfaqur i veshur me kostume tradicionale shqiptare, duke kërcyer me shumë stil dhe elegancë në një atmosferë që të sjellë ndërmend bukuritë e traditës son kombëtare. Luizi i veshur me xhamadan të kuq të qëndisur, ndërsa Chiara me një fustan popullor të detajuar dhe të punuar me shumë finesë, kanë shkaktuar një valë reagimesh pozitive në rrjet. Të gjithë ndjekësit i kanë komplimentuar për këtë nismë të bukur, e cila sipas shumë kujt është një moment i mrekullueshëm ndaj kulturës shqiptare. Nuk dihet ende nëse ky moment i veçantë është pjesë e ndonjë videoklipi të ri muzikor, një fragment nga filmi që përflitet prej kohësh se çifti po xhiron së bashku, apo thjesht një moment i kapur për kënaqësinë e tyre personale. Por një gjë është e sigurt, Luizi dhe Chiara dinë gjithmonë si të tërheqin vëmendjen dhe të ngjallin emocione pozitive tek publiku i tyre. Ky postim i fundit ka ndezur diskutime e kurreshti në rrjetet sociale dhe shumë fansa shpresojnë se kjo është vetëm një paralajmërim për ndonjë projekt të madh artistik që po vjen. Çfarëdo që të jetë, duket se çifti nuk ndalet së surprizuari dhe emocionuari publikun shqiptar.